sot kanë probleme vëlla me vëlla për shkak të Albin Kurtit. Çështja Qershia ka qenë një përballje e Albin Kurtit me Albin Kurtin. Por Albin Kurti, nga Albin Kurti s'ka me mujt me ikur. Nuk i jep pespare pse e djeg vendin, nuk i jep pespare pse e kthen Kosovën mrapa. Kanë shku Isa Mustafës shtëpi, i kanë shku prindërve në pleqëri të Kadri Veselit të shtëpia, 2 pleqt më shumë. Sa herë që del Albin Kurti, ty ka me dal Martin Berisha dhe çantat me pare edhe shtrejtimi energjisë elektrike. Unë e përmenda në fillim kur fillom intervistën që je këgja drejt për drejt, me një farë formë të shojnë edhe pak si të ashpër, por nuk e di pse se na vetë e kena që të folne, na vetë e kena që qëndrim, le të marrin vesh në fund të tjerët që na drenica jena, që shtona jena drejt për drejt, kështu që ti kije edhe deklarata të ndryshme në kuvendin e Kosovës, e një ndër to është edhe çështja e Albin Kurtit. Po du me të pyet kështu një herë mirë, a ke planifikune atër direkt që aty për Po me Albin Kurti s'ki nevojë asgjë të planifikosh, as bësh strategji, ai t'jep material sa dush, që s'ki nevojë të mendosh gjatë për me përball me dëbamat e tij. Dhe çështja Qershia ka qenë një përballje e Albin Kurtit me Albin Kurtin. Asgjë më shumë as më pak, kështu që ka dalë shumë spontan, shumë e sinqert dhe është mirëprit prej qytetarëve. Unë edhe sot kudo që shkoj, dhe më thonë, ballafaqona me atë deklarat, me një dashamirësi të qytetarëve, ma përmendin shumë dhe më është bë pjesë e rrugtimit tim. Kështu që e thash, ajo është një nga batutat, por çdo ditë Albin Kurtin mundesh me ballafaqu me vetveten. Thjesht, unë e kam thonë disa herë në Kuvendin e Republikës Kosovës, sa herë që Albini nuk është tarë me u përgjigj në pyetjet parlamentare deputetëve, sa herë që s'ka jep llogari kuvendit, sa herë që është ik prej media, unë e kam thonë disa herë, Albin Kurti mundet nga secili me ik edhe prej media, edhe prej deputetëve, edhe prej qytetarëve. Por Albin Kurti, nga Albin Kurti s'ka me mujt me ik, kurse ka me përcjell deri në fund, sepse ka shumë mëkate me vetveten. Domethënë Albin Kurti, kur ballafaqohet me Albin Kurtin, janë sfidat më mëdha të tij dhe është kaosi më i madh që ai sjell pastaj në shoqërinë tonë. Deputeti më ka duhet vetë cili është mendimi yt për ta, kështu diqysh nëse të del para fytyrës Albin Kurti, cili është mendimi i parë që janë për ta. Tani unë i dalloj senet edhe i ndaj. Nuk kam asnjë problem me Albinin si qytetari i Republikës Kosovës. Problemin kryesor me Albin Kurtin e kam si kryeministër i këtij vendi, i cili ka dëshmu që nuk i jep pespare pse e djeg vendin, nuk i jep pespare pse e kthen Kosovën mrapa, nuk i jep pespare se të izolon me këtë botën. Ju e keni pa, ai tashmë çdo fjalë, çdo premtim që e ka dhënë nuk e ka mbajt. Thjesht ka gëny, ka mashtru, ka manipulu dhe sot të gjitha ato akuzat që i ka shfry ndaj oponentëve tjerë ose kundërshtarëve politik, ai sot i ka bë standard dhe me krenari prezanton dhe hec përpara, ndërsa me të njëjtat standarde ka linçu njerëz, ju ka djeg njerëzve makinat, i ka gjujt me gur, ju ka nxon pritën, çka tjetër me aktivistat e tij, ju e dini shumë mirë, i kanë shku Isa Mustafës shtëpi, aktivistat e vetëvendosjes. I kanë shku prindërve në pleqëri të Kadri Veselit të shtëpia në Tavnik të Mitrovicës, në Mbajrë të Mitrovicës, i kanë shku të shtëpia me gur e me protesta, 2 pleqt më shumë. Dhe Albin Kurti sot, si kryeministër, e ka shpërfaq Albin Kurtin e vërtet. Kështu që kam shumë probleme me Albin Kurtin si kryeministër, sepse ka bë dëm shumë të madh në Kosovë. Sa i përket si njeri, është qytetari i Republikës Kosovës, nuk kam asnjë problem personal se kam atë. Sa i përket si kryeministër edhe si lider ashtu politik, cili është një gabim sipas teje, që ka bën një gabim që për cilin është ka me përcjell ton kohën edhe ka me u ndëshku për ato. Ka bën shumë gabime. Nuk mundesh më nal me një, duhet orë të tëra me fol për gabimet e tij. Duke fillu mas pari nuk e ka njohur pavarësinë e shtetit vet derisa u bë kryeministër. E dyta, aferat e Martin Berishës që ky përkrah, është skandal. Sa herë që del Albin Kurti, ty ka me dal Martin Berisha dhe çantat me pare edhe shtrejtimi energjisë elektrike. Pastaj, refuzimi për të shku me dëshmu në gjykatë speciale për rezervat shtetënore.
Pastaj tregom kur në cilën qeveri e ndalë njësia speciale e policisë kanë protestu. Është Fondi i Sigurisë Kosovës, të cilin e ka bërë top sekret dhe sot nuk e din kërkush as kush ka dhënë mjete për atë fond, as ku kanë shku ato mjete, as a janë ato mjete dikur, as për çka janë përdor. Dhe thonë, mundemi derin me ngjes me përmend skandale. Pastaj izolimi që i ka bërë shtetit. Dhe më thonë, e ka kthy Kosovën në një status quo që nuk shihet ku e ka fundin. Prandaj, në këtë aspekt, unë kam probleme Albin Kurtin. I ka kthy ambasadat e konzulatat e Kosovës në pikat vetëvendosjes. Ka polarizu e ka përqa popullin e Kosovës skajmerisht. Sot, kanë probleme vlla me vlla për shkak të Albin Kurtit. Pse me Sot i ka nda mërgjimtarët, i ka prish me familjet veta këtu. Njëherë bani monopol mbi flamurin kombëtar. Tash ka monopol mbi mërgatën shqiptare. Më thonë, është një njeri i cili nuk mundet me jetu pa skandale, pa zhurma, pa kaos. Dhe në momentin kur e shoh Albin Kurtin e shoh kaosin, kaq. Pse me gjithë këto, nëse muna me qytë me gjithë të ngecje, me gjithë të gabime, pse hala njerëzit vazhdojnë me votu, njerëzit hala vazhdojnë me dasht me një farë forme. Na i shohim në për paraqitje televizive ose qoftë në për intervista të shkurta të qytetarëve, shprehin shumë dashni për ta. Pse? Dëgjoj, kanë disa njerëz që janë të mbushur me urrëtie dhe ata pa vetëdijshëm veprojnë, sa që harrojnë që i bojnë dam edhe vetvetes me veprimet e tyre. Janë disa grupe tjera që kanë përfitu materialisht nga Albin Kurti dhe mendojnë që nëse nuk votohet Albin Kurti e humbat, o thjesht kanë benefite financiare. Dhe është grupi tjetër që frigohen se nëse se votojnë Albin Kurtin e humpin vendin e punës. Dhe kur i merr krejt këto, bëhen që ato votat që i merr Albin Kurti. Por, du me pas një çështje të qartë, që diktatura nuk të garanton sigurinë. Dhe më thonë, nëse këto veprime shkojnë mbështetje Albin Kurtit dhe instalohet diktatura në Kosovë, ti kemi hup edhe vendin e punës, ti kemi hup edhe burimet financiare, ti kemi hup edhe lirinë tane dhe ti kemi hup edhe jetesën në Kosovë, shpresën për me jetu në këtë vend. Prandaj, thjesht, një njeri i cili është kundër media, është kundër sindikata, është kundër opozitës, është kundër Bashkisë Evropiane, është kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, është kundër vlerave të ushtrisë shqyrtare të Kosovës. Çka me shtu tutje?